Keni qenë ndonjëherë në një intervistë kështu relaksuese të dy bashkë, se po besoj për si tema serioze edhe ju ka ra. Na kanë lodhur me tema serioze. Serioze po. Jo, me të vërtetë është kënaqësi, është më relaksuese, pa. Kurse për tema të tilla bashkë kemi qenë. Kurse për tema më serioze jemi konë bashkë. A ju ka rënë ndonjëherë me qenë edhe në mendime të kundërta kështu? Po, ka njëherë po, se nëpërmes të kundërtës vije deri te vërteta materiale. Do me thonë ka strategji kjo, çka e shohim në ekran. Këtë ja rëfkisi. Fillimisht, më tregoni, është emisioni së dielës, çu janë kryesisht vikendet e juaja, çu i kaloni vikendat, sa mundoni me pas kohë ndoshta për veten, për familjen, për ndoshta aktivitete jashtë punës që e keni në përgjithësi. Kjo është pak më e lirë. Po, spari faleminderit për ftesën. E shtunja dhe dilja është ma tepër merret në përgjithësi edhe në Kosovë, po në vendet perëndimore si relaksuese me familje, me gjitha. Po përkundër asaj, do thotë aktivitetet të sigurisë nganjëherë, aktivitetet të tërësishme, televizionet e ndryshme të cilat shpesh janë të interesuar për tema të ndryshme të tjera, na ndajnë nganjëherë nga familja, por ajo është pjesë e jetës, e punës përditshme e tjera, por unë me familje shtunëve dilë shpesh dalim, do thotë vikend, edhe në periferitë Prishtinës, po edhe jashtë Prishtinës, edhe në pjesë tjera të Kosovës e tjera me qëllim të relaksimit të familjes, fëmijëve e tjera. Po. Juve, zotërin Nurettin? Nuk e gati bie njëjtë. S'ka dallim mes ditëve të punës, 5 ditë edhe 2 ditë të vikend, ka se jam një angazhuar shumë në aktivitete jo të lira, po për mua obligative edhe gjëtia. Jam kryetar Federatës Zjartare të Kosovës, po për mua të dielave, tash edhe festave është e drejta për gjëti, tash jem sezoni gjëtis, por njëkohësisht jam edhe kryetari i ansamblit të këngëve dhe valleve Bajram Surri Prishtinës, edhe kështu ose aty, ose miqësi dikon, por vikendi çdo herë është i ngarkuar, sikur edhe ditë tjera të punës. Edhe ato çka tha edhe Refiu, thirrjet e shumta për çështjet sigurisë, opinionet e këto bojnë një ngarkesë shtesë. A duni çdo herë me konë ndoshta në hap me ato se çka po ndodh, pavarësisht ndoshta ku mundeni me qëllu në ato momente, qoftë në ndonjë aktivitet ose diçka tjetër, a duni çdo herë me qenë të informuar. Pra kjo jeta ndoshta që e keni në mënyrë profesionale, a ju ndikon domosdoshmërisht edhe në atë personale? Po ne jemi mësuar vazhdimisht, domethënë edhe unë besoj edhe Nura, jemi mësuar që vazhdimisht trendet e zhvillimeve të rëndësishëm jo të në Kosovë, po në Evropë, në botë të tjera të përcjellim. Kjo është bon si rutinë jonja e përditshme për arsye ushqim, për arsye se vazhdimisht kemi punuar në këtë drejtim, çështjet e sigurisë, çështjet e punës, veprimtarisë të rëndësishme e tjera. Prandaj është e pamundshme që diçka të kaloj nëse nuk e dim, nuk e lexojmë, nuk e shohim e tjera, me qëllim për arsye se vazhdimisht situatat, rrethonat kërkojnë që të jemi të përgatitur për situatat ndryshme, rrethonat ndryshme të tjera, pasi që edhe kemi dhënë mësim, unë kam dhënë mësim në fakultet Dardania, në Iliri, në Viktori e tjera, kam lënë edhe juridike, edhe administrative, jam me gradë shkencore, magjistri i shkencave administrative juridike, prandaj edhe profesioni, po edhe aspekti shkencor nuk më lejon që unë të kalojnë situata rrethona pa i lexu, pa i pa u njoftu me to e tjera. Kjo është jeta e përditshme e imja.